Telefonat që do të shiten në Evropë nga viti 2027 do të kenë bateri të zëvendësueshme nga përdoruesi. Kto janë rregullat të reja të Bashkimit Evropian. Nga viti 2027, telefonat inteligjent dhe tabletët që shiten në Bashkimin Evropian do të duhet të pajisjen me bateri të zëvendësueshme nga vetë përdoruesi, sipas rregullave të reja të miratuara në vitin 2023. Kjo masë është pjesë e një strategjie më të gjerë për të reduktuar mbetjet elektronike dhe për të ulur gjulmën e karbonit në kontinent. Rregulloria e cila hyn në fuqi me 18 shkurt të vitit 2027 kërkon që bateritë të dizajnohen në mënyrë të tillë që të mund të hiqen dhe zëvendësohen pa nevojën e mjeteve të specializuara apo ndihmës profesionale. Në rastet kur kërkohen mjete të veçanta, ato duhet të ofrohen falas në momentin e blerjes së pajisjes. Një tjetër detyrim i rëndësishëm është që bateritë zëvendësuese të jenë të disponueshme për të paktën 5 vjet pas daljes në treg të njësisë së modelit të fundit. Aktualisht, shumica e pajisjeve kanë bateri të integruara që mund të zëvendësohen vetëm nga specialist, çka shpesh i shtyn konsumatorët të blejnë pajisje të reja edhe kur të vjetrat janë ende funksionale. Sipas zyrtarëve evropian, rregullat e reja mund të kursejnë konsumatorëve deri në 20 miliard euro deri në vitin 2030, duke ulur kostot e riparimit dhe duke zgjatur jetën e pajisjeve. Çdo vit në Bashkimin Evropian shiten rreth 150 milion telefona dhe 24 milion tablet, duke gjeneruar rreth 5 milion ton mbetje elektronike, nga të cilat më pak se 40% riciklohen siç duhet.